prandaj bëhet një të shtrënguar. Mos kishte frikë varfërinë, do ta lëshonte dorë. E do të ndihmonte musliman, do të bante mirë. E kështu me radhë. Pra duhet që të mposhtim nefsin e prirur për keq, të shortojmë vetvetet tona për mangësitë që kemi dhe në mënyrë graduale të arrijmë të fitojmë qetësinë. Qetësia shpirtërore është e rrallë. Shumë pak njerëz e arrijnë atë. Por ne duhet bëjmë përpjekje. Bëjmë përpjekje që të arrijmë atë. Nefsi qetë vëllezër i kupton se kush janë mangësitë e dynjas. E sheh që dynjaja është kalimtare. Nuk vjen prehje në të mirat e kësaj bote. Nuk e çon kohën kot. Merret me punë të xhairit. Çdo lloj angazhimi në dynjë që e shmang nga ahireti apo që e largon nga Zoti subhane, domthon qëndron larg çdo lloj angazhimi të tillë. Merret me angazhime të tilla. Ky është nefsi i qetë. Allahu na thua i qetësoft nefset tona. Allahu shpëlbeft mirë. Alhamdulillah rabbil alamin. Zoti shpëlbeft.